Gjykata e apelit ka lënë të paprekur masën e sigurisë arrest në burg për Erald Cenaj, Kuksianin e arrestuar lidhur me ngjarjen e rëndë të vrasjes së Kristian Markut në Vlorë. Ai akuzohet nga prokuroria e Vlorës për sigurim të kushteve për të kryer vrasje, ndërsa veti arrestuari nuk ka pranuar akuzën, duke pretenduar se është përfshirë në këtë ngjarje në mënyrë të gabuar. Pretendimet nuk janë konsideruar të besueshme nga gjyqtarja e apelit Alma Kolgjoka, e cila vendosi të miratoj masën e arrestit në burg për të riun e arrestuar. Sipas dosjes hetimore të përpiluar nga prokuroria e Vlorës, një numër shasie që nuk ishte fshirë në pjesën e motorit të makinës që u përdor në atentatin ndaj Kristian Markut, ishte gjurma që çoi policinë në gjurmimin e mjetit dhe arrestimin e 36 vjeçarit me akuza për lidhje me krimin e shënuar më 13 janar 2025 në Vlorë. Ekzekutorët e 30 vjeçarit nga Mirdita, sipas të dhënave nga hetimi, ishin kujdesur të fshinin numrin e shasisë së makinës, por kishin lënë të njëjtin numër të stampuar në motorin e mjetit, plotësisht të djegur në zonën e Kripores në Vlorë disa minuta pas ngjarjes. Mbi këtë të dhënë, hetuesit zbuluan se makina ka hyrë në Shqipëri në vitin 2022 përmes doganës së Morinës nga një shtetas nga Kosova. I marrë në pyetje, pronari i mjetit ka pranuar se makina ishte e tij, por ka pretenduar se e ka shitur tek një person në Kukës, shtetasit Erald Cenaj. Menjëherë policia kriminale ka lokalizuar dhe ndaluar blerësin dhe ka ballafaquar me shitësin kosovar, por edhe Cenaj ka shtuar se edhe ai ja kishte shitur një personi tjetër në Shqipëri, sërish pas një dokument. Gjatë dëshmisë së tij, Cenaj është justifikuar se nuk e kujtonte blerësin e makinës dhe shumën financiare që e kishte shitur makinën. Ky qëndrim ka sjellë arrestimin e tij nga policia e Vlorës për akuzën e sigurimit të kushteve për të kryer vrasje. Për momentin Erald Cenaj është personi i vetëm i arrestuar në lidhje me atentatin e stilit mafios ndaj 30 vjeçarit Kristian Marku.